Horoskopi 25 Mars 2026 e Mërkur. Fillojmë me shenjën e parë, Dashi. I dashur Dashi, qielli po ju thërret të shihni të vërtetën drejt e në sy. Sot nuk është dita për të fshehur pas gishtit, por për të gjetur ato pikat tua të dobta dhe për t'i kthyer në kështjella të forta. Dielli po lidhet me Plutonin dhe kjo sjell një forcë të madhe bashkëpunimi. Një njeri që deri dje rrinte si i mbyllur në guack, sot do të hap gojën dhe do t'ju tregojë sekrete që do t'ju zgjidhin probleme të vjetra. Mos i nënvlerësoni. Ndryshimet e vogla, një gur i lëvizur sot mund të ndryshojë rrjedhën e lumit nesër. Miqt dhe njerëzit më ideal do të jenë të bashkuar me ju. Por mbajini mend mirë, përgjigjet më të mëdha nuk janë jashtë, por brenda shpirtit tuaj. O sot o kurrë, forconi atë që është thyer dhe përgatituni për një marshim drejt suksesit. Kalojmë tek shenja e dytë, Demi. I dashur Demi, ja ç'ka rezervuar fati për ju të mërkurën. Ky cikël diellor që po ju kërkon të ndalni pak vrapin, të pushoni dhe të pastroni shpirtin nga mbeturinat e vitit që shkoi, sot do t'ju bëjë të shihni gjërat me një dritë të re, më të ftohtë dhe më reale, por do t'ju sjellë një paqe që nuk e blini dot as me flori. Edhe pse bota ju shtyn të vraponi pas punëve, yjet ju thonë, prit, ki durim. Strategjia është arma juaj më e fortë sot. Do të kuptoni se ku po i çoni dëmet dhe ku po humni kohë kot. Është koha të krahasisni degët e thara që pema juaj të lulëzojë më fort. Gjeni ekuilibrin mes djersës së ballit dhe prejes së shpirtit. Kush mbjell me mençuri sot, do të korrë hambar plot nesër. Mos u nxitoni se koha po punon për ju. Shenja e binjakëve. Të dashur binjak, sot qielli po ju thotë të kapni fort atë që keni në dorë dhe të ecni hap pas hapi, si ai njeriu që ngjit malin me mend në kokë. Është një kohë e mirë për t'u lidhur me të tjerët. Dielli po ju jep dorën përmes Plutonit dhe një miqësi e vjetër apo një projekt i zemrës do të marrë një kuptim të ri. Do të ndjeni se jeni gati për sfida që deri dje ju tremnin. Flisni, ndani mendimet tua, sepse një fjalë e dhënë sot mund të jetë çelësi i një dere të madhe nesër. Jeta po ju tregon rrugë të reja dhe po ju mbush me kënaqësi përmes njerëzve që ju rrethojnë. Shfrytëzojeni këtë moment për të rigjallëruar lidhjet që janë ftohur. Kur jeni të bashkuar me njerëzit e duhur, asgjë nuk ju ndal. Gaforja. Të dashur shpirtra të ndjeshëm të gaforres, sot mund të ndjeni se po ju rëndojnë detyrat dhe se liria po ju ikën nga duart, por mos u dëshpëro. Kjo peshë është shenjë e rëndësisë tuaj. Bota po i sheh arritjet tuaja, por edhe ato të metat e vogla që duhen ndrequr. Është javë provimi, ku ju duhet të vendosni se çfarë vjen nga e para. Dielli dhe Plutoni po ju japin durim të madh. Mos i lini punët për nesër, por përballoni me to me kokën lart. Ju keni forcë të investoni në gjëra që zgjasin, jo në qefe që mbarojnë sa mbyll syt. Një mundësi e madhe për të dalë para të tjerëve ose një rekomandim me vlerë po vjen drejt jush. Tregojeni veten se sa të fortë jeni dhe bota do të përulet përpara jush. Kalojmë tek shenja e Luanit. I dashur Luan, sot është dita për të mbledhur forcat dhe për të vendosur pak rregull në jetën tuaj. Ju duhet të përqendroni tek ajo që është e vërtetë dhe të lini më njanë shkëlqimin e rrem. Vendosni synime të forta dhe të arritshme. Sot do të kuptoni më mirë se kush është miku juaj i vërtetë, se cilët janë nevojat e shpirtit tuaj. Dikush mund t'ju rizgjojë një dëshirë të vjetër ose një pasion që flinte.
Mos u mbyllni në vetvete, por ndani mendimet dhe filozofitë tua, se aty do të gjeni dritën. Është koha të thyni tavanin e asaj që dini dhe të mësoni gjëra të reja. Bëni hap të matur, mos u nxito, se kush nxitohet edhe mund të pengohet. Sot hapen para jush porta të reja mendore që mund ju çojnë larg. Virgjëresha. Virgjëresh e zgjuar, sot mendja juaj është e mpret. Keni një fuqi të madhe për të përqendruar dhe për të gjetur zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm rrëmuj. Një marrëdhënie e krisur mund të ndreqet sot me një bisedë të shtruar. Ju po shihni thellë në shpirtrat e njerëzve dhe askush nuk ju gënjen dot. Është dita e duhur për të bërë plane të mëdha dhe për të bashkuar forcat dhe paratë me dikë që vjen. Prioritetet tua po ndryshojnë dhe kjo është gjëja më e mirë që mund t'ju ndodhë këtë javë. Ju keni fuqinë të udhëhiqni dhe të bini këdo. Shfrytëzoni këtë moment për të vënë rregull në punë dhe në shëndet. Fati është me ata që punojnë me mend në kokë. Peshorja. O shpirtra të bukur të peshores, sot yjet po ju kujtojnë se ju duhet të mbledhni forcat dhe të mos i shpërndani në erë. Do të shihni me qartësi një lidhje apo projekt që ju flen në zemër. Sot vëzhgoni dhe thurni plane sepse bashkëpunimi do t'ju sjellë frute të ëmbla. Njerëzit e vlerësojnë fjalën tuaj dhe mirëkuptimin që tregoni. Nëse keni patur një hatërmbetje me dikë, sot është dita për ta shëruar atë plagë. Keni mjetet e duhura në dorë, vetëm kërkoni pak durim. Punoni me artin tuaj dhe hobin tuaj dhe jepini shpirt gjërave që bëni. Ju po merrni një forcë të brendshme që do t'ju ndihmojë të bëni zgjidhje të duhura. Kur i shihni gjërat ashtu siç janë, pa zbukurime, atëherë jeni vërtet të fuqishëm. Akrepi. Akrep të pathyeshëm, sot është një ditë për të punuar fort, por mos e lodh veten sa të raskapitesh. Rregullat janë aty për të zbatuar dhe ju jeni gati të rriteni mbi to. Bashkimi i diellit me Plutonin, planetin tuaj udhëheqës, po ju jep një fuqi përqendrimi që do t'ju ketë zili e gjithë bota. Do të gjeni diçka që e kishit humbur ose do të zgjidhni një lëmsh që ju kishte lidhur duart. Pastroni shtëpinë, pastroni rutinën dhe hiqni dorë nga gjërat që nuk ju duhen më. Keni një dorë magjike për të transformuar çdo gjë për mirë, që nga puna deri tek shëndeti. Informacionet që vijnë do t'ju japin qartësi dhe do t'ju bëjnë të ndjeni sikur keni një armë sekrete. Kthejini vështirësitë në mundësi të arta. Shigjetari. Të dashur shpirtra të lirë, sot qielli fillimisht do t'ju jap qartësi dhe pastaj do t'ju mbush me vetbesim. Strategjia dhe durimi janë miqtë tuaj më të mirë sot. Shihni gjërat me realizëm, pa ato ëndrat e tepërta, se kështu do fitoni epërsi në dashuri dhe krijimtari. Do të mësoni diçka të re që do t'ju ndryshojë mënyrën se si i shihni gjërat dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni se çfarë vlen vërtet. Jeni të motivuar për të bërë ndryshimin. Punoni fort në mendjen tuaj. Mësoni të krijoni sepse përpjekjet do t'ju shpërblehen me bollëk rrugës. Dikush mund t'ju vlerësojë për atë që jeni, unik dhe të veçantë. Dal nga dal ju po bëni mjeshtër të fatit tënd. Bricjapi. Të dashur bricjap të palëkundur, sot do të ndiheni si luan nëse i kryeni detyrimet tuaja. Filloni me gjëra të vogla dhe do të shihni se si do të rriteni. Vetbesimi juaj vjen nga realizmi sot, nuk ka vend për përralla. Do të gjeni mënyra të reja për të përmirësuar jetën në shtëpi dhe gjendjen tuaj financiare.
Është koha e duhur për të hequr mbeturinat, qoftë nga dollapi, qoftë nga mendja. Hiqni dorë nga mendimet negative që ju mbajnë peng. Kuptoni më mirë se ku po shkojnë paratë tuaja dhe se çfarë pret familja nga ju. Kjo qartësi do t'ju japë një forcë të madhe. Ju po ndërtoni themelet e një të ardhme të sigurt dhe sot po vendosni ato burët e rëndësishëm. Ujori. Të dashur ujor, sot të shohësh të vërtetën në sy është fat. Kjo ditë po ju sjell mundësi të mëdha për të punuar dhe për të krijuar strategji që funksionojnë. Ju keni një motivim të brendshëm që mund t'ju shtyjë drejt gjërave të mëdha. Përballuni me sfidat e vjetra me mendje të re. Fjalët tua sot kanë peshë dhe me to mund të bini këdo. Është koha të ndërtoni idetë tua, të flisni për to, për gjërat që ju interesojnë sepse bota do t'ju dëgjojë me respekt. Çdo ndryshim i vogël që bëni tek vetja sot do të kthehet në një fitore të madhe nesër. Jeni në kontroll të jetës tuaj dhe kjo ndihet në çdo hap që hidhni. Peshqit. Të dashur peshq, zgjidhni një problem dhe pastaj kaloni tek tjetri. Mos u mbytni në mendime për paratë apo detyrimet, por bëni atë që mundeni sot. Keni mbështetjen e gjithë universit për të vënë rregull në financat tuaja. Thurni plane, bëni strategji dhe jini të duruar se koha është aleati juaj. Do të kuptoni gjëra të thella për veten dhe për njerëzit që ju rrethojnë. Kur e ngushtoni fokusin dhe merreni me atë që vlen, çdo gjë do të bëhet më e lehtë. Shihni në sipërfaqen e gjërave dhe do të merrni vendimet më të mira. Sot po bëni ndryshimin në mënyrën e jetesës që do t'ju bëjë më të fortë dhe më të lumtur. Ecni ngadalë për të sigurt drejt dritës. Yjet ju treguan të fshehta, tani i ke ti në dorë. Forca dhe mençuria qofshin me ty. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, fat dhe shëndet.